Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Eglit dhe Gjestit i bëjmë pritjen madhështore në Tiranë, publikohen pamjet. Pas rrugëtimit i gjatë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, dyshja më e përfolur në media janë Gjesti dhe Egli, të cilët shfaqen duke festuar fitore në një lokal nate mes tymit të fishek zjarreve. Fituesi Besart Kelmendi, i njohur me emrin artistik Gjesti, shpeshherë brenda shtëpisë ka folur qartë për ndjenjat që ka ndaj Eglit, duke i bërë të ditur se ai pëlqen të shijojë momentin dhe që mes tyre nuk ka diçka serioze. Por pas shpalljes si fitues, Gjesti u shpreh që do t'ia lëri kohës sa i përket marrëdhënies së tyre. Prandaj ata të dy shfaqen në ambientet e një lokali të natës në një parti që e kishte organizuar Topi, duke festuar fitoren e Gjestit së bashku.